që ka ndodhur një aksident. Përshëndetje Gzona, cilat janë informacionet e fundit nga vendi i ngjarjes? Polik, përshëndetje, si që potencuat edhe jo jemi duke lajmëruar nga një vend punishte në rrugën A, ku para disa orësh është lajmëruar se është rëzuar një venç pra që po punonte në këtë pjesë. Rastin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, të cilët kanë konfirmuar se 2 persona, më saktësisht punëtor që po punoni në këtë vend punishte, janë lënduar. Si pasojë lëndimeve të marra, të njëjtit janë transferuar në QKUK për tretman të mëtejshëm, si shkak i lëndimeve të marra. Nga pamjet mund të shihet se tashmë ekipet relevante janë larguar nga vendi i ngjarjes. Policia ka njoftuar se me rastin tashmë po merret edhe prokurori i shtetit, të cilët po hetojnë detajet e më të tjeshme se çka ndodhi që u rrëzua vinçi në këtë formë. Nga pamjet që siguron operatori mund të shohim se si që potencova, ekipet relevante janë larguar, mirë po vinçi ka lënë dëmtime edhe në shtëpit afër zonës, sepse afër vend punishtës ka shtëpit e cilat janë të banuara dhe ka konsideruar dëmet të konsiderueshme materiale në ato shtëpi. Për pos punëtorëve nuk është konfirmuar ende për ndonjë kalimtar apo diçka tjetër që është lënduar, pra me rastin po merret edhe policia. Kaq kemi informacion nga vendi i ngjarjes, për më shumë informacione shihemi në edicionet të tjera. Faleminderit Gzona për të gjitha këto informacione. Pra, fatmirësisht nuk ka